dinamika përcaktohet nga reagimi nga format e shfaqjes së zemërimit dhe të mënyrës se si qytetarët zgjedhin, protestojnë. Gjithmonë ka kuriozitet, Anila, kush është skenari, si do vijojë. Në fakt, PD-ja nuk ka skenar të para përgatitur, sepse kjo pjesa e para përgatitjes pastaj na çon edhe në insinuata të gjërave që kanë ndodhur më parë dhe që sot janë pjesë e debateve mediatike dhe jo vetëm mediatike. Dhe pse themi këtë, sepse nuk ka synimet paracaktuara të formave që ndoshta thyen kuriozitetin, por qytetarët e kanë dorë. Ne patjetër që do jemi në mbështetje tyre, patjetër që i frymëzojmë ata, patjetër që jemi në rreshtin e parë të betejës, deputetët duhet jenë aty, kanë dëshmuar që kanë qenë përgjatë protestave të tjera aty, dhe mbështesin çdo formë reaguese të qytetarëve, çfarë do lloj mënyre të shfaqet ajo, dhe pavarësisht të mënyrave të epiteteve që i vendosin, unë pretendoj që ato janë format e drejta. Sot nuk ka vend për qetësi, nuk ka vend për lule, nuk ka vend për shfaqje, sot ka vend për revolt, për protestë fuqishme, për të tronditur nga themelet këtë regjim të kalbëzuar tashmë, të shfaqur si i tillë në sytë e shqiptarëve, në sytë e ndërkombëtarëve, por edhe në faktet dhe provat që disponon sot drejtësia.